Ju përshëndes të gjithëve, rikthehemi drejt për drejt në program, do të flasim për një ngjarje që ka marrë një vëmendje të gjerë publike, bëhet fjalë për rastin e 3 fëmijëve në Durrës, pati akuza për nënën e tyre se i ka braktisur. Natyrisht bëhet fjalë për një problem familjare, ne duhet që të marrim së pari hollësit nga kolega jonë Enkeleda Arapi, por së pari po prezantoj gjithashtu të ftuarit në studio, sepse më është bashkuar psikologja Entela Binjaku. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen në këtë panel. Dhe gjithashtu një përfaqësuese nga studio ligjore Tivari është avokate Helda Hareçari. Faleminderit që keni ardhur sot, ju përfaqësoni palën e gjyshes dhe të babait të fëmijëve. Babain e fëmijëve. Do të kemi mundësi që të marrim edhe prej jush qëndrimin dhe opinionin tuaj dhe çfarë mund të bëhet për këtë rast, sepse ne do të diskutojmë edhe fenomenin por dhe rastin konkret. Ndërsa me kolegen Enkeleda Arapi tani nga Durrësi që këto ditë e kanë ndjekur nga afër këtë ngjarje. Enkeleda, të përshëndes, mirëmëngjes. Së pari një përmbledhje të historisë së këtyre 3 fëmijëve. Ngjarja bëri bujë në rrjetet sociale, por nuk është aq e thjeshtë saç është paraqitur në media të ndryshme sociale. Lepjon të përshëndes, në fakt është e vërtet një video e publikuar 2 ditë më parë, e cila bëri dhe xhiro në rrjeteve sociale, tregoi një pamje as pak të denjë, në një ambient as pak të denjë, ku qëndronin 3 të mitur në kushte higjieno-sanitare jo të përshtatshme, me një rrëmuj të shkujdesur thuajse në çdo ambient dhe në çdo dhomë. E në fakt, pikërisht pas publikimit të këtyre pamjeve është ndërhyrë nga instancat përkatëse në qytetin e Durrësit, qoftë nga ana e drejtorisë së shërbimit social, ashtu sikurse edhe nga policia, e në tutje u bërë fillimisht shoqërimi i fëmijëve për në spitalin e pediatrinë e Durrësit, aty ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve për shkak të problemi që ta fundit kishin dhe që ishin lënë pa kontrollet e duhura mjekësore. Nuk duhet jemi paragjykues në këtë çështje, thjesht duhet të raportojmë situatën, ato çka është parë dhe është dëgjuar dhe është referuar deri më tani nga ana e palëve pretendues sa i takon kujdesit të fëmijëve. Duhet themi që ka pasur një reagim nga ema e 3 të mitëve, përkatësisht nga 33 vjeçaria, e cila ka pranuar që situata në shtëpinë e saj nuk ishte mjaft e përshtatshme sa i takon kushteve higjieno-sanitare. Kjo për faktin se në apartamentin ku jetonin mungonte ujë që prej përmbytjeve dhe e ka pasur të pamundur të sistemojë gjithçka. Megjithatë, ajo pretendon që rrëmuja e shfaqur kryesisht në video nuk ishte ajo gjendja në të cilën kishte lënë shtëpinë, duke pretenduar se gjithë rrëmuja dhe rrobat e shpërndara në shtëpi nuk janë bërë prej saj, por mund të jetë diçka e spisur nga pala tjetër që dhe ka filmuar. Duhet themi që gjendja e fëmijëve në momentin që ne po flasim paraqitet disi më e mirë dhe janë drejt përmirësimit fal edhe shërbimeve, por nga ana tjetër ëma vijon të qëndrojë së bashku me 3 fëmijët e saj, me 3 të miturit, deri në momentin që padyshim do të lënë ambientet e pediatrisë dhe do të drejtohen sërish apartamentit. Drejtoria e shërbimit social në Durrës në fakt sill pas denoncimit, por edhe më herët, pasi edhe më herët kanë shkuar në banesën e 33 vjeçares për të parë gjendjen në të cilën jetojnë, kjo referuar nga psikologja e shkollës, por edhe nga institucionet e tjera sa i takon gjendjes në të cilën jetonin dhe mënyra se si kujdesej 33 vjeçaria për fëmijë, që duhet themi ai ka planuar të punonte me 2 turne, pasi e kishte të pamundur të mbulonte të gjithë shpenzimet, qoftë që ranë e banesës apo edhe shpenzimet e tjera ndaj kujdesit të fëmijëve. Dhe për këtë arsye ishte e detyruar të punonte me 2 turne, duke lënë thuajse gjatë gjithë ditës fëmijët vetëm dhe vetëm në momentet të caktuara shkëputej për të shkuar dhe për të parë si ishin. Fillimisht rasti është referuar nga shkolla për vetë faktin se fëmijët mungonin në shkollë prej një muaji, është detyruar dhe është thirrur ema, kishte paraqitur një raport mjekësor të marrë nga një klinikë private dhe jo nga institucionet shëndetësore shtetërore, duke pohuar se nuk janë në gjendje të mirë dhe për këtë arsye nuk mund të frekuentonin shkollën. Vazhdimisht i është ofruar të ëmës, por edhe fëmijëve ndihma
psikologjike dhe pondimat të tjera, por të paktën sipas institucioneve në varësi të Bashkisë së Durrësit, nuk është pranuar nga ëma, nuk ka qenë bashkëpunuese sa i takon menaxhimit të situatës apo kujdesi që dhe organizata jo qeveritare i kishin ofruar, duke pohuar se do të ja dinte vetme për t'i mbajtur fëmijët ashtu sikur se kishte vepruar deri më tani. Në fakt, sill pas publikimit të videos dhe marrjes në dorëzim nga ana e institucioneve të tjera, është pohuar se dhe janë ofruar ndihmat e nevojshme, kryesisht në dezinfektimin e ambienteve të gjithë shtëpisë, në furnizimin e veshmbathje për fëmijët, në dhënien e medikamenteve falas për fëmijët. Nga ana tjetër është kërkuar dhe transferimi i 33 vjeçares nga Vaudejës për të regjistruar në Bashkinë e Durrësit, ku më tutje padyshim do t'i ofrohet edhe një banesë sociale për të pasur edhe kushte më të mira. Jo është ofruar gjithashtu edhe një punë me orar të reduktuar, jo 16 orë, po 8 orë, me qëllim që të ketë mundësi të kujdeset për 3 të miturit, dhe nga ana tjetër jo është ofruar edhe një kurs prindërimi, pasi është fare arsyeshme që e ka të nevojshme 33 vjeçaria për të kujdesur si duhet për 3 minorenet e saj. Megjithatë mbetet për të parë, pasi dhe pala tjetër kërkon kujdesarinë e 3 fëmijëve, megjithatë deri në momentin që ne po flasim, kujdesarinë e fëmijëve e ka ëma, nuk i është hequr, por do të jetë në një provë për disa ditë apo për një kohë të pacaktuar, duke qenë në monitorimin e instancave përkatëse për të parë nëse është e aftë apo jo për të kujdesur për 3 minorenë. E qartë. Ngreta, faleminderit për të gjitha këto hollësi. Ndaj ta dhash fjalën e para për të bërë paraqitjen e këtij rasti ku duket se edhe institucionet kanë ndërhyrë, por natyrisht vepron edhe burokracia. Do ta nis me një, zonja Binjaku, kemi një rast problematik të vështirë, një dështim familjar apo shoqëror, si e lexuat ju këtë ngjarje? Lexova si shumë njerëz me shumë trishtim, me shqetësim të madh sigurisht, me keqardhje, me një befasi, me një zemrim. Mendoj që të gjitha ndjesitë në këtë histori janë tek të gjithë, besoj unë. E di fare mirë që opinioni shoqëror është ndarë në 2 barikada. Një pjesë e bëjnë nënën tërësisht në faj, një pjesë tjetër mendojnë që nëna në kushtet kur ka 3 fëmijë për të rritur ç'a mund të bëjë tjetër. Ka një pjesë që gjykojnë veprimin e ish vjerës, dhe ka një pjesë ku bëj pjesë edhe unë, që mendojmë se prioriteti mbi të gjitha duhet jenë fëmijët. Njerëzit duhet ta kuptojnë që nëse në rrjet publikohet diçka, ajo bëhet befas dhe menjëherë objekt i shumë syve, shumë duarve. Del nga konteksti? Del nga konteksti, mund të gjykohet në shumë mënyra. Ne në fushën e sociologjisë themi gjërat nuk janë ato që duken. Ky është parimi i parë që mësojmë. Ndaj dhe unë ja dhash fjalën koleges për të na bërë atë shumë e drejtë, panoramën e qartë se si kanë vepruar institucionet dhe si qëndron në fakt historia e vërtet. Nuk është vetëm nëna, babai gjithashtu ka angazhuar edhe ju si studio ligjore për të marrë me këtë rast. Cila është përgjegjësia ligjore edhe babait? Tashmë ka pasur një përkujdesje nga ana e tij, nuk e dinte situatën e fëmijëve që jetonin her pas here vetëm, pa mbështetjen e nënës, pa kujdestarinë e saj me orare të zgjatura, kanë fjalën gjatë ditës. E kuptoj. Atëherë unë fillimisht po jap një pasqyrë të shkurtër të çështjes nga ana ligjore. Në vitin 2021 ky çifti është dhe vetë babai, klienti që unë përfaqësoj, zoti Denisi, është drejtuar gjykatës me një kërkesë pa di për zgjidhjen e martesës. Objekti i kësaj kërkese ka qenë zgjidhja e martesës, lënia për rritje dhe edukim të 3 fëmijëve nënës dhe vlerësimi i gjykatës për një pension ushqimor nga ana e babait për këto 3 fëmijë. Masa e cila nuk është caktuar nga klienti që unë përfaqësoj. Është caktuar eksperti i gjykatës, e ka vlerësuar të arsyeshme për secilin fëmijë 60.000 lekë të vjetra dhe në total 180.000 lekë. Është vendosur zgjidhja e martesës, lënia për rritje dhe edukim të 3 fëmijëve nënës. Është respektuar ky vendim, çdo muaj pagesa është bërë nga babai i fëmijëve, pagesa për pensionin ushqimor, duke parë kushtet e vështira siç më është
treguar nga babai I fëmijëve, duke parë kushtet e vështira në të cilat ato jetonin me nënën, I ka kërkuar nënës që fëmijët të shkojnë të jetojnë në Itali bashkë me babain dhe gjyshen. Nëna ka pranuar dhe për 10 muaj fëmijët kanë jetuar në shtetin italian, ku kanë ndjekur dhe shkollën, kanë qenë të regjistruar në institucionet përkatëse, 5 muaj ka qëndruar me to dhe nëna, 5 muaj të tjerë nëna më pas është larguar për problemet e saj personale, që nuk janë pjesë e imja për të shprehur në studio. Në muajin qershor të vitit 2025, nëna kthehet sërish në Itali, pretendon të marrë fëmijët në Shqipëri, babai duke qenë që duhet të respektonte vendimin e gjykatës, pasi nuk është ai personi përgjegjës për rritje dhe edukim, janë lënë nënës me një vendim gjykate, respekton këtë vendim gjykate, nëna I merr fëmijët dhe pretendon do t'i regjistrojnë në shkollë. Por me sa duket, nëna nuk ja ka arritur qëllimit që t'i rrisi të 3 fëmijët dhe t'i edukojë, siç u pa dhe nga pamjet. Dordhur nga kjo situatë dhe nga ky fakt, I drejtohet sërish studios tonë, pasi parë edhe ai videon që ishte regjistruar dhe doli në rrjetet sociale. Për të kërkuar kujdestarinë e fëmijëve, ndodhur nga ky fakt. Megjithatë, ka një detyrim real që këta fëmijë të mos mbeteshin vetëm. Kur është njohur babai me gjendjen e fëmijëve? Vetëm kur u regjistrua kjo video? Po, tek regjistrimi I videos është njohur me situatën, kishte dieni për situatën që ishte rënd, fëmijët sipas deklaratave të tij thotë që shkonin vinin vetëm në shkollë, por nuk mund ta ndryshojë vendimin e gjykatës. Është një vendim gjykate, ka vendosur që të 3 fëmijët t'i lihen nënës, duhet shik kushte, duhet dokumenta ligjore për ta kërkuar ndryshimin e këtij vendimi. Ligjërisht është vetëm familja që ka përgjegjësi për ta fëmijë, apo kemi edhe institucionet shtetërore, shkolla në këtë rast që duhet të ishin përfshira? Po sigurisht shkolla, punonjësia sociale e shkollës, punonjësia sociale e shërbimit social të qytetit të Durrësit, gjithë këto institucione. Nuk është përgjegjësi vetëm me nënës. Nëna ndoshta kaq mundësi kishte dhe unë nuk më takon të merrem me pjesën sa fajtore është nëna, por jemi ndodhur në këtë situatë. Kjo është gjendja, babai kërkon ndryshimin e kujdestarisë. Besoj e drejt në këto kushte që ndodheshin. Zë Binjaku, mund ta justifikojnë neglizhencën e një nëne kushtet ekonomike? Më duket shumë e dhimbshme ta shikojnë kështu, sepse nëna shqiptare në vështirësi ekonomike shumë të mëdha, kanë qenë, ka, do të ketë, dhe është shumë e vështirë ta mendoj kështu siç ju pyetët. Unë sa më shumë dëgjoj për këtë histori, aq më shumë bindem që dështimi nuk është vetëm I një nëne, por është I shumë aktorëve. Është një plagë shoqërore në fakt. Kjo është një çift I divorcuar, njëri jeton jashtë, tjetri në Shqipëri. Populli thotë jo çdo e keq e vjen për keq, edhe nëse ka vetëm një të mirë kjo histori, ka faktin që na bën të mendojmë, të kthejmë vështrimin nga fëmijët, të kthejmë vështrimin nga institucionet shtetërore që kanë në përgjegjësi të drejtë për drejtë mirërritjen dhe edukimin e fëmijëve. Ndaj nuk mund ta justifikoj natyrisht nënën, por unë nuk jam askush për të thënë pse nuk bëre kështu, po bëre kështu. Çfarë shikojmë ne në këtë fotografi tregon që gjërat nuk janë në rregull. Tregon që ka munges rregulli, ka munges higjiene, domethënë janë elementet bazik që njerëzit I marrin që në vegjëli, që në fëmijëri dhe nuk I diskuton me njëri këto aspekte. Unë mendoj që përgjegjësia është jo vetëm e nënës, por edhe e atyre që kanë drejt për drejt lidhje me fëmijët që janë mësuesit kujdestar, drejtoria e shkollës. Duket se institucionet kanë funksionuar. Mjeku I familjes. Më falni, në qoftë se doni të themi që kanë qenë shumë mirë të gjithë, fajeshin në nësë talon kështu. Po kemi pasur sinjale nga të gjithë se diçka nuk funksionon. Pikërisht. Ndoshta, ka qenë rruga e vetme kjo video, ndoshta, që të merrej, të vendosi këmbana e alarmit të të gjithë. Ndoshta, se cili ka bërë diçka, po s'ka mundur të ndryshoj gjë dhe ndaj u shkua te kjo video. Unë nuk jam e keqardhur shumë për këta fëmijë, sepse ka ndodhur dhe në raste të tjera që fëmijët janë bërë pre ose objekt I videove, I emisioneve televizive, dhe kur janë rritur së pari, kur janë kthyer në shkollat I kanë parë me mëshirim, dhe kur janë rritur madje, shpesh herë ka ndodhur që janë vajza të vogla që janë rritur, djem të vegjël që janë rritur, po kryesisht vajza, se kjo është tjetër temë,
dhe familjar, dhe kur ato kanë dashur të krijojnë një familje të re, ju është kujtuar ajo video e atij mjerimi që kanë parë. Edhe në rastin konkret kemi të bëjmë me fëmijë të moshës shkollore, që kur të kthehen në shkollë do të përballen me këtë realitet për cilin ne po flasim. Pikërisht, ndaj edhe shumë serioze kjo situatë për mendimin tim, dhe nëse duam të themi që fjala vjen, kemi kërkuar prej vitesh institucione në komunitet. Nëse do të kishim pasur dhe ne institucione të ngritura posaçërisht për familjen në vështirësi, për familjen në nevojë, ndoshta nuk do të kishim qenë duke folur këtu. Një pyetje për avokatën, ligji e njeh varfërinë si justifikim për të bërë pikërisht ndarjen e fëmijëve nga nëna dhe t'ia lërë kujdestarin babait? Jo, është psikologja që vlerëson moshën e fëmijëve, kushtet e jetesës, kushtet psikologjike të nënës apo të babait dhe moshën e fëmijëve për të vendosur t'i lirë për rritje dhe edukim nënës apo babait. Pse mendoni se zgjedhja më e mirë në këtë rast është heqja e kujdestarisë së nënës dhe kalimit e babait? Duke parë videon, duke parë kushtet në cilat ato fëmijë jetonin, unë mendoj që nëna ka nevojë për ndihmë. Ka nevojë për ndihmë mjekësore, ndihma financiare mendoj që është e fundit në këtë rast. Mendoj që ka nevojë për ndihmë, duhet ndihmuar, duhet rehabilituar dhe më pas të rikthehen sërish fëmijët, është e drejta saj, është nënë, nuk po them. Por në këtë moment unë mendoj që është e duhur që kujdesaria t'i kalojë babait, për të kujdesur sa më mirë për këto fëmijë, duke qenë që babai jeton në shtetin italian, punon atje, është rregulluar me dokumenta, fëmijët kanë jetuar për 10 muaj atje dhe vetë ato shprehin dëshirën për të jetuar sërish me babain edhe. Mendoj që është më e mira për ta. Ju si avokate, i njihni shtetit dhe një përgjegjësi ligjore për mos monitorimin në kohë si duhet gjitha është përgjegjësia e të kësaj ngjarje? Për mendimin tim nuk kanë funksionuar institucionet. Në rast të parë edhe psikologët që vendosen nëpër gjykata, edhe psikologët nëpër shkolla, edhe psikologët nëpër institucionet, duhet të kenë protokolle të sakta në të cilat punojnë. Një zgjidhje martese e cila ka fëmijë, ky vendim divorci ku regjistrohet, kush janë këta punonjës që e ndjekin e monitorojnë në kohë, nuk mund t'i lihet përgjegjësia vetëm dy prindërve. E kuptoj edhe ato kanë përgjegjësinë e tyre, por janë institucione, prandaj jemi një shoqëri që funksionojmë në bazë të ligjeve dhe të institucioneve. Janë ata përgjegjës për rastin dhe nuk e kanë monitoruar, nuk e kanë kontrolluar që mund arrinte deri këtu situata. Zëja Binjaku, shikoni se sistemi mbrojtjes fëmijëve në përgjithësi në Shqipëri funksionon apo kemi vetëm një reagim ndaj skandaleve, pra kur ato bëhen publike, kur angazhohet opinioni, kur njerëzit përfshihen, debatojnë, komentojnë, i drejtohen qeverisë, autoriteteve, kryeministrit, të gjitha. Kur rasti bëhet publik, vëmendja është maksimale. Kur rasti kalon 3 ditët, vëmendja shkon aty ku je ishte. Dhe për mendimin tim, njerëzit duhet ta kuptojnë, sidomos ata që janë profesionistë të fushave të mbështetjes psikoemocionale, por gjithkush ka në përgjegjësi të drejtë për drejtë fëmijët, duhet ta kuptojnë që nuk mund vazhdohet pambarimisht duke qenë indiferent, duke qenë bëjmë sikur, duke mos treguar kompetencë. Është shumë delikate mosha e fëmirisë. Çdo studim që ne lexojmë, që ne referojmë, që ne besojmë dhe që na drejton dhe është udhërrëfyes tregon se faza e fëmirisë është më e rëndësishmja në jetën e njeriut. Dhe për këtë arsye, sa kohë janë të mitur dhe janë përgjegjësi e të rriturit duhet të tregohen shumë kujdesshëm. Po marrim shërbime sociale, shërbimet psikologjike. Në ka sërish po dalë tek një mirë, ndër profesionistët e shëndetit psikoemocional, tek ne psikologët kanë gjetur rrugën më mirë se sa të tjerët, në kuptimin e profesioneve flas. Dhe është një arritje për këtë shoqëri, sepse nuk është e lehtë për shoqërinë tonë të pres në gjirin e saj shërbimin psikologjik. Ne edhe për kulturë e kemi më mirë shkojmë te një shoqe, te një shok, te një familjar, se sa te një specialist në këtë drejtim po flas. Ndaj dhe t'i referohemi shërbimin psikologjik është një arritje për këtë shoqëri. Por, edhe vetë shërbime psikologjike duhet ta kuptojnë që duhet të tregojnë kompetencë, duhet të tregojnë përgjegjësi, edhe më aktive mbi të dhe gjitha të jenë të zëshëm, dhe të jenë të zëshëm dhe të jenë real, sepse ne bisedojmë me të rinj dhe i pyesim, a e di që ke psikolog në shkollë? Na thonë po, a e ke parë ndonjëherë? Thonë jo. Apo ka të tjerë që thonë edhe po edhe jo. Duhet të dalim nga këto
për mendimin tim, nëse duam të bëjmë gjëra siç duhet. Ne e kemi ftuar në këtë program edhe vetë nënën e 3 fëmijëve, ajo nuk ka dashur që të jetë e pranishme, megjithatë kemi një deklaratë të saj dhe po e sjellim tani. Ti ke familje tënden, prindër? Po i kam të gjithë. Ku ndodhen? Ndodhen gjithë ndodhen jashtë për momentin. Janë jashtë shteti, prandaj ti nuk e pasur mundësinë që të ndihmojnë? Nuk kam pas mundësi, sa shumë kemë qenë, nuk është se jemi në një gjendje shumë të mirë ekonomike, dhe familja ime, dhe për këtë arsye domethënë Përsa i përket situatës që është transmetuar ditën e djeshme me videon që kanë nxjerrë nga Vanessa Juaj. Pse ishte ajo lloj gjendje në shtëpi? Keni ndonjë pretendim për gjendjen që është nxjerrë në video? Pretendimi im që kam, okej, dakor, domethënë, nuk është se ka qenë në atë gjendje nuk është. Që është vend dikush do tjetër me më hedh më poshtë, për atë gjë, domethënë me bindur. Po si kanë hyrë brenda në shtëpi? Domethënë ai ka hyrë brenda, se fëmijët e mi nuk janë rritur më kaq vit, domethënë nuk e rritur kur me idenë domethënë që ka një baba, domethënë një të mirë apo ka një gjyshe të mirë. Thjesht rritur me dashurinë, domethënë që i kam thënë që po e ke një baba, e ke një gjyshe, e ke një nënë, e ke. Si është marrëdhënia jote me vjerën edhe me ish-burrin? Tani ata nuk e se kam kontakte. Nuk e kontakt. Nuk e se kam pas kontakte të vazhdueshëm. Ka ndihmuar për fëmijët? Që moment që ata na burgu, domethënë ka pas nisë domethënë këto mujt e fundit nisi lek që nisi për fëmijët 180.000 lekë. Po me 180.000 lekë se do bëj unë, që se unë do rri shtëpinë se 4 me fëmijët. Po si është situata, domethënë 300.000 lekë kam qeran. 300.000 lekë qeran. Ku punon? Punoj tek një lokal këtu te rruga Muzeumit të Durrës. Ke rruga Muzeumit të Durrës. Po për sa i përket gjendjes më përpara, qoftë me bashkëshortin, qoftë me fëmijët, pse fëmijët nuk kanë qenë në shkollë, sepse u tha që fëmijët kanë një muaj që nuk ikin në shkollë. Fëmijët kanë qenë në shkollë, thjesht kanë qenë smur, e kanë çuar një raport mjekësor te shkolla. Te shkolla, domethënë është çuar raporti domethënë që fëmijët kanë nashur. Ka qenë 2 javë pushime te shkollës, ndonë dishë domethënë që kohën që kanë qenë pas marrë pushime, fëmijët kanë qenë pushim, kanë çuar raporti mjekësor. Dhe në momentin që ka filluar shkolla, nisi në shkollën atë tetë. Shkolla ka filluar ditën e hënë. Po. Ditën e martë ndodhi mbytyja. Po. Ne kemi pas domethënë që atë moment në rruga jone ka qenë e bllokuar. Po. Të rreshëve. Edhe në atë moment domethënë e marr pushim prapë. Domethënë sot e ka ditë pallati im është jo vetëm unë, por gjithë pallati im është pa ujë, pa drita. Po. Dëm pa ujë fal, pa të drita ka. Kështu që për situata pallat, çfarë pretendimesh keni me akuzat që po ngrihen sot ndaj jush për abuzim me fëmijët apo ndoshta abuzim me fëmijët nuk jam nëse më qenë që do t'i lisha fëmijët vetëm, do të kisha bërë kom për parë. Thamë edhe më herët se fokusi tani duhet të jetë mirëqenia e fëmijëve dhe si mund të kalohet trauma e tyre. Pyetja për avokatën, mendoni se një ndërhyrje nga ana e institucioneve ligjore, nga ana e gjykatës për të hequr kujdestarinë e një prindi dhe vendosur tek një prind tjetër mund të shkaktojë trauma tek fëmijët? Mendoj që traumën ato e kaluan, po e përjetojnë dhe mendoj që më traumë se kjo që ato po kalojnë ka ngaluar deri tani, nuk mendoj se do ketë. Mendoj që për momentin është më mirë që kujdestaria t'i kalojë babait, duke qenë që ai jeton dhe në shtetin italian, shkëputen nga ky realiteti shqiptar, nga gjithë kjo situata për një farë kohe do ishte mirë, mendoj dhe për fëmijët. Megjithatë, ndarja nga nëna, nga mjedisi ku ata janë, nga shkolla, nga miqtë e tyre, nga shokët, shoqet e klasës, mund të krijojë probleme tek fëmijët, mund të krijojë mbyllje për shembull të tyre. Fëmijët kishin një muaj që nuk shkonin në shkollë, ishin smur dhe jetonin të 3 minoren vetëm në një apartament në ato kushte të cilat u pan. Nëse mund të ndërhyj. Po, sociologë. Është me të vërtet serioze kjo situatë për aq kohë sa këta fëmijë kaq të vegjël kanë përjetuar një herazi ndarjen ligjore të prindërve. Prandaj bëra pyetjen sepse përsëri vendoset trauma. Fazë e cila me siguri është paraprirë nga një para divorc që zakonisht tek shqiptarë nuk është aq i thjeshtë. Edhe gjithmonë është konfliktual, kryesisht është konfliktual, po e paramendoj të tillë dhe qëndrimi një farë kohe atje, integrimi i shkurtër, rikthimi këtu, integrimi sërish, tani më objekti këtij fluksi kaq të madh mediatik, gjykimesh dhe mendimesh dhe trajtimesh, dhe besoj se është e vështirë për këta të mitur, domethënë që ta
përballojnë të gjithë këto presion psikologjik, ata ndoshta nuk e mendojnë si ne sot, por sigurisht gjurmët aty janë. Po, gjurmët janë edhe do duhet, domethënë, një përkushtim tejet i mas që ata të kapërcejnë të gjithë këtë vështirësi në cilën janë vendosur, tërësisht kjo familje dikur e lidhur në martesë tani më e zgjidhur edhe ligjërisht. Pyetje e përbashkët për ta mbyllur këtë bisedë, mendoni se duke vepruar dhe duke përdorur instrumentat ligjor mbrojnë fëmijët apo thjesht pastrohet ndërgjegja nga gjithë ky reagim publik që ka ndodhur për ngjarjen? Nuk e shikoj fare në pastrimin e ndërgjegjes, është një prind, është një baba që shikon atë situatë të fëmijëve të tyre, është gjëja më normale që një baba mund të bëjë në këtë lloj situate, të kërkojë ndryshimin e përgjegjësisë prindërore. Sociologe, ju si e shikoni? Unë mendoj që shoqëria duhet të jetë shumë serioze në këto që masa që merr, edhe që beson. Shoqëria keni fjalë për gjykatën, tani në rastin e pyetjes, po, në rastin e gjykatës, por edhe në përgjithësi ne flasim për hapa përpara të shoqërisë, ligji përpara zinxhinore, flasim, por shohim që në konkret jemi shumë dobët me ato që ndodh. Ndaj edhe mendoj që të gjithë duhet të shikojnë cila është më e mira për fëmijët, edhe ligji duhet të shkojë, besoj unë, aty ku është prioriteti, që në këtë rast janë përsëri fëmijët. Përpara se ta mbyll, ka një zgjedhje në mes për të vazhduar në kujdestarinë e nënës dhe me pjesëmarrjen më të gjerë të babait, jo ta propozoni si palë për shembull këtë, çfarë alternativash tjera ka përveç se kalimin e përgjegjësisë ligjore nga një prind tek tjetri? Nga babai nuk është ndonjë kërkesë që të limitohet aksesi i nënës te fëmijët apo takimet e saj apo jetesa edhe bashkëjetesa e nënës me fëmijët. Thjesht për momentin e kërkon ndryshimin e kujdesarisë dhe t'i marrë ai në shtetin ku jeton dhe punon. Gjithsesi, do doja të citoj edhe diçka tjetër, duke qenë që jam avokate dhe kam vite që merrem në këtë profesion. Do doja të bëj thirrje edhe psikologëve në gjykata, kur vendosin se me cilin prind të jetoj fëmia, ta marrin në konsiderat dhe babain dhe nënën në mënyrë të barabartë, janë të dy prindër, sepse shikoj shumë shpesh që bëhet vlerësimi më pozitiv vetëm te nëna, edhe duke menduar gjithmonë që fëmia është i vogël, të rri vetëm 2 orë apo 3 orë me babain, jo, fëmia ka nevojë për të dy prindërit njëkohësisht. Natyrisht, dhe le të shpresojmë se do të kemi më të mirën për këta 3 fëmijë, sepse vëmendja kryesore duhet të jetë tek ta, natyrisht që ky rast nuk mbyllet me një reagim emocional ose do të nxjerrim mësime ose herës tjetër do të jemi sërish në studio duke folur për videon e radhës. Ju falemnderit shumë të dyjave, sociologe Mbinjaku ashtu dhe avokate, falemnderit. Shpresojmë se do të bëhet më e mira për fëmijët, ndërsa ky edicion vijon me të tjera zhvillime.